Jemi rikthyer dhe do të flasim për një ide unike dhe mjaft interesante të një çifti shqiptar në ditën e pavarësisë së Greqisë. Ju do të shohni pamjet dhe unë do t'ju përshkruaj realisht se çfarë ka ndodhur, ashtu sikurse edhe çdo vit në këtë 25 mars në festën e pavarësisë rrugët e Greqisë janë zbukuruar. E në një ditë simbolike për shtetin fqinj në zemër të Greqisë në Athinë, dy shqiptarë sollën një ide shumë origjinale të ndërthurur me art dhe modë. Eda është një modele shqiptare e cila u shfaq me një fustan nusërie të bardhë teksa parakalonte pranë tankeve, por Eda nuk ishte e vetme pasi Roland Arizi, fotograf dhe krijues me sy të mpret artistik, e shoqëronte duke kapur çdo moment në aparatin e tij. Rolandin edhe Edën i kemi në një lidhje direkte të dy së bashku. Ju përshëndes dhe faleminderit për kohën sot. Përshëndetje Atina. Atëherë, do ta nis me Edën dhe Roland vi për një herë tek ti sapo të dëgjoj komentin e saj. Eda, si u ndjeve duke parakaluar dhe e cilit ishte ideja nga ju të dy? Përjetova emocione shumë të forta. Nuk e prisja që do dilte kaq bukur. Kjo ishte një ide e Rolandit, sipas punëve që bëjmë neve, ne jemi të dy fotograf. Dhe menduam që në idenë tonë të vendosim një fustan nusërie. Dhe u përpoqëm që të gjetëm një ditë të përshtatshme. Kur kam dalë atë ditë, e para njërë nuk isha emocione fare, se sa dola me fustanin e bardhë, duar trokitjet ishin të papara. Njerëzit kishin urime të shumta, duar trokitje, dhe unë ndjeva kaq bukur, sa doja ta jetoja edhe më. Po të fotografonin shumë, s'ishte vetëm Rolandi pas teje, më thuaj pak si ishin komentet. Ishin të gjitha kanalet televizive që filmuan, se kjo ishte një rast i rrallë që ka ndodhur në Athinë, që të dali një nuse në mes të tankeve është një gjë e çuditshme. E cilit ishte ideja? Edhe për ta, ideja ishte e Rolandit. Roland, na trego pak. Ja një sekondë, Eda, ta pyes pak edhe Rolandin. Roland, si ishte ideja, krijimi dhe efekti që pati? Në fakt ne kemi vite që merremi me artin e bukur të fotografisë artistike, veçanërisht në shumë zhanre të fotografisë, jo vetëm në një. Edhe para disa vitesh kemi pasur një ide të bënim një projekt Muzat e Vlorës në Vlorë me zonja vlonjate të cilat do të promovonin bukuritë e Vlorës. Në fillim e filluam me Edën, pastaj vitin e dytë me zonjat e migrante dhe në vazhdim pastaj edhe me njerëz më të tjerë më specializuar. Në vazhdim të kësaj ideje, ne doni të jepni një përmas tjetër për të dalë jashtë kufive, por edhe duke transmetuar një mesazh tjetër, duke qenë se jemi mbi 30 vjet emigrant këtu në Greqi. Që të dalë një nuse në mes të tankeve të një feste kombëtare të këtij vendi mikpritës i cili na mikpret dhe ata festojnë dhe do të ngelim përsëri në atë atmosferën e festive të përpjekjes së madhe për liri që kanë bërë grekët e dikurshëm së bashku me patriotët tanë të asaj kohe, dhe që të jetojmë këtu në Greqinë e lirë sot të gjithë bashkë. Ne kemi 30 vjet këtu që jetojmë, edhe kontributi jonë është i pamohshëm. Atëherë edhe ne duam që të dukemi, mos jemi ushtar të panjojtur, meqenëse është edhe fryma ushtarake. Dhe kjo ishte një ide, nuk mund të futeshim në formë provokative, por mund të futeshim në formën me praninë e një femre të veshur me të bardha, nuse, dhe kuptohet që modelin do ta bënte Eda, dhe krijimi i saj fustani që kishte veshur natyrisht. Tani ta sqarojmë për ata që na ndjekin, ju jeni çift edhe në jetë? Po, ne jemi çift për 20 vjetësh. Jeni njohur në 2006. Kemi 18 vjet bashk. 18, pra jeni njohur në 2006. Jeni njohur për shkak të profesionit? Rastësisht e patëm një rasti sepse të dyve na pëlqejnë udhëtimet, jemi njohur në një udhëtim, dhe aty pastaj filloi biseda që mund të hapet midis këto që mua më tërhoqi Eda. Flokët e Edës e kam akoma. Ajo është. Tani më trego pak, çfarë ndjeve kur e fotografove të veshur si nuse? Që nga ajo ditë jam duke sikur kanë kaluar shumë ditë, janë pothuajse 24 apo 48 orë, sa herë përqafoj Edën i them mbyll syt nga kënaqësia dhe të kam ty përpara me atë pamjen e një lule të bardhë, një zambaku, të qetë, paqësor, të ëmbël. Pate shumë rivalitet, duhet thënë, se ke shumë fotograf aty që po kërkojnë të bëjnë të njëjtën gjë si ti, si u ndjeve?
Ne bëm ishte një surprizë nga ana jon për gjithë fotografët, pastaj gjithmonë në këto evente ka shumë njerëz që fotografojnë, edhe ata që janë profesionistë që mbulojnë edhe mjetet e informacionit, dhe u ndodhe specialistë fotografisë, të cilët e bën viral të gjithë të ngjarje të bukur që ndodhi. Po si ishte eventi? Duhet marrësh leje përpara për të marrë pjesë, duhet sigurosh diçka? Më shpjego pak si funksionon. Ne kemi vite që shkojmë sepse na entuziazmon e gjithë kjo festa, bukuria e festës, kemi respekt për njerëzit që kanë luftuar për lirinë, sepse liria është shenjë për të gjitha kombet, nuk ka komb liria. Dhe kjo ushtri që parakalon aty, parakalon si ushtri mbrojtëse, nuk parakalon si ushtri. Dhe neve në një farë mënyrë jemi dhe ne që jemi kaq vite që punojmë këtu, pagojmë ato detyrimet. Dhe këto me detyrimet tonë një pjesë kontributeve tona që edhe këta tanke lëvizin për mbrojtjen e Greqisë dhe të ardhur të atyre arritjeve që ka Greqia sot. Kemi edhe ne pjesë 30 vjet, të gjithë shqiptarët, dhe kushdo emigrant tjetër. Cila është fotoja më e bukur që i bëre? Po, Eda, përfundoje se e pyes pastaj. Ndërkohë që një pjesë e ushtarëve janë shqiptar, një pjesa më dërmuese e vajzave që më ngren flamurin janë shqiptare. Edhe ne pse mos të tregonim një gjë simbolike, gjën e parë, fustanin, që tregon paqen, irinin, paqen edhe lirin. Pse mos ta tregonim dhe ne? Jo, e kuptoj, ideja është shumë origjinale dhe shumë e bukur, prandaj edhe po ju pyesja, po. Jemi pjesë e Greqisë. Ja dole, patjetër, një pjesë shumë e madhe shqiptarëve janë të vendosur atje, po ja dole Roland ta realizoje foton që kishe në mendje, atë perfekten? Duke referuar dhe asaj që thatë ju, nëse mund të merret leje, ne vazhdimisht të kalos midis armatimeve të rënda aty, ishte e lejuar, nuk të ndalonte njeri. Në momentin që do jepej komanda për të filluar paradën, filluan të jepesh komanda që të largoheshin njerëzit nga midis armëve të rënda, dhe ikëm dhe ne të shkëputeshim, po një nga ata, nuk e di, do të ishte një madhor oficera, se ishim në uniformën e luftës, nuk duken gradat, po ai jepte komanda, tha, jo ju vazhdoni fotografita, për njerëz të tjerë të largohen. Dhe kjo ishte, domethënë, një surprizë e bukur, sepse roba ushtarake është robë ushtarake, po brenda robës ushtarake ka gjithmonë një njeri, ka një zemër të madhe, një zemër paqësore. Dhe ata e treguan. Është vërtet që bëri jehon edhe në Greqi ky veprimi juaj? Më thuaj pak si u komentua. Ky veprim bëri jehon të madhe sepse u komentua shumë mirë nga mjetet e informacionit grek, dhe nuk do të flasim për shembull, sepse në çdo veprim që mund të bëhet ka të dy krahët, ana pozitive dhe negative, ka dhe njerëz të cilët e interpretojnë negativisht. Ne nuk do të japim përmas asaj, ne do të japim përmas asaj tjetrës miqësisë, të bukurës, patjetër. Eda, dhe gjithmonë pranisë e emigrantëve shqiptar këtu në Greqi, jemi pjesë e shoqërisë greke. Eda, ti çfarë komentesh more, jo vetëm nga njerëz të panjohur, po edhe miq të tut. Çfarë të thanë? Lajmi i parë që u dha tek kanalet televizive, telefonatat nuk pushonin, urimet më të mëdha. Të parat që më thanë, nuse shumë e bukur. Unë nuk doja më tepër të më thoshin për mesazhin. Mesazhi kishte kaluar 100%. Të tëra të më thonë, bravo, po edhe nga njerëzit që ishin në të pranishëm në parad, më thoshin je njësh, je madhe, ide e pavar. Të me thënë i mora dhe nga njerëzit aty, jo të njohurit e mirë pa tjetër. Të dha ndonjë emocion të veçantë ta shije veten me fustanin e bardhë? Ishte një kënaqësi e madhe. Ne të dy, të themi dhe pak për veten tonë, nuk jemi të partuar. Dasëm nuk kemi bërë. Se është një lidhje jona. Do me thënë kjo ishte hera e parë që ti vishje një fustan nuseje. Po. Edhe fustanin e nusës e kam përgatitur vetë. Shumë interesante. Ishte edhe një surprizë tjetër kjo për mua që duhet edhe kanalet televizive e thanë, një fustan i mrekullueshëm i nuses. Si ja dole ta realizoje vetë? Më trego pak sa kohë të mori. Nuk mund ta përcaktoj dot, po që se ne kemi dhe punë të tjera, kemi fotografin, po përgatisim një ekspozit tjetër tani që do hapim këtu në Athinë. Edhe qa kisha mundësi, mund të merresha me fustanin, 1-2 muaj.
Në një moment Se kur unë nuk jam edhe specialiste. Po, patjetër. Në një moment kur e gjithë bota faktikisht ka disa, duhet flasak me Rolandin, disa vatra të nxehta lufte edhe është bërë një lloj paralelizmi i yti, Roland me Edën me fustanin e Nusërisë që përfaqëson paqen, lumturinë dhe gëzimin, mes tankeve që sigurisht në atë parad kanë dalë për tjetër gjë, por pak a shumë në një periudhë që po kalon i gjithë globi mes luftrash ka një lloj konotacioni dhe efekti tjetër. A ishte ky qëllimi yt? Ishte natyrisht edhe kjo ishte pjesë e qëllimit ton. Ishte edhe kjo, sepse një më pyetën diku, nuk e di, në një nga kanale televizive, që thash, nusja me fustanin e bardhë është burimi i jetës. Ajo i thot gjitha, burimi i jetës. Kështu që natyrisht kalon mesazh të fortë. Paqe dhe bashkëpunimi midis njerëzve të kujdo që janë. Dhe aq më tepër që ne që jemi emigrantë në këtë vend, mund ta bënte edhe një grek. Po kur e bën një huaj në një vend tjetër, është më bukur akoma. Më bëri përshtypje një detaj për ty si fotograf, ku në informacionet e dhëna thuhet që të pëlqen të fotografosh qytetar të thjesht që i sheh në rrugë të ndryshme, në ambiente të ndryshme. Pse? T'japi një lloj ndjesie, vërtetësie tjetër? Me një kolegun tuaj në kanalin shtetëror që më pëlqeu shumë, Artur Bezajt dikur, ku na ka marrë në një intervistë, e kapi këtë, sikurse edhe ju, edhe tha që pikërisht ju keni shumë dhimbje, keni shumë e kështu e quajti. Pikërisht kjo është, ne duam të nxjerrim njeriun e vërtet. Nuk duam të nxjerrim njeriun e selfit, duam të nxjerrim njeriun e vërtet, jetën e vërtet, aty ku re pulsi vërtet i jetës e njerëzve të zakonshme, sepse ajo është jeta e vërtet. Atë duam të kapim. Nuk na pëlqen edhe kur dalim në rrugë, kur dikush na kupton që ne po e fotografojmë, ndonjë do dhe të pozoj themi jo, nuk e duam. Do diçka pamendje. Duam ta vjedhim në thonjza fotografin, që ta kapim atë që mendon ai. Po ti Eda? Se të duhet pyes, Eda apo ti keni më shumë specialitet portretet e njerëzve? Është futur Eda më tepër ka kapur portreti më pëlqen. Portreti Eda? Portreti, po dhe fotografit që realizoj, dua që të kaloj një mesazh dhe ndërmjet fotografive. Nuk dua të bëj një person që kalon në rrugë. Thjesht se po kalon. Dua që të ndërthur çfarë mesazhesh konkretisht, se të paktën nga informacionet që un kam të pëlqen të fotografosh ose të fokusohesh më tepër në jetën e emigrantëve dhe të njerëzve të thjeshtë, gjithashtu në promovimin e vlerave historike dhe të traditës. Pse? To janë ato projekte që kemi bërë neve. Po, dhe pse je fokusuar te këto? Pse do të cekësh jetën e emigrantëve, vështirësitë, traditat? Po emigrantët kalojnë më tepër të vështirësi nga njerëzit e... Dhe si mund ta përcjellësh këtë me fotografi? Gjatë portretit të tij duket dhimbja. Çdo rrudhë, çdo vështrim, tek sy duket gjithë vuajtja, gjithë... Po për ty, Roland, si është... Okej, Eda, të kuptova. Roland, për ty si është, si mund ta përcjellësh mesazhin dhe te cilat mesazhe fokusohesh ti më tepër? Pikërisht këtë ne nuk duam të nxjerrim atë shkëlqimin e jetës, që mund të jetë shumë herë është një shkëlqim i rem, por duam të nxjerrim atë shkëlqimin, atë ndjenjën e vërtetë të jetës, një njeriu të vërtet që ka botën e tij, të cilën mund ta shpreh ashtu siç e tha Eda, të çdo rrugë syve të tij, të shikimi i tij, tek ajo te një shikim që nëse do kapësh edhe syt, mbar të gjithë transmeton gjithë jetën e tij, që ne në një farë mënyrë si emigrant jemi gjendje ta deshifrojmë. Kjo është. Kuptoj qartë, shiko, më për shtypje Regje, do më ndihmoni pak edhe njëherë me videon e Edës, e cila parakalon në parad, sepse do doja të shtoja edhe disa informacione të tjera sa i takon mënyrës se si morët përsipër faktikisht të rishnit vëmendjen në një mënyrë mjaft interesante dhe të bukur, vazhdimisht në kërkim të së bukurës, par nga këndvështrimi juaj i veçantë si çift, të dy së bashku, gjithmonë premtues për të sjell atë që jo të gjithë e shikojnë. Me punën tuaj artistike, faktikisht jeni vlerësuar me shumë çmime ndërkombëtare në shtete të ndryshme të botës në disa gjini të fotografisë. Roland, mund të më tregosh pak më shumë çfarë çmimesh dhe për çfarë ja keni dalë, domethënë, cila ka qenë puna juaj që ju bëri të suksesshëm? Këdo veçoje. Në fakt qëllimi jo nuk është qëllimi vetë që të marrim çmime. Në botë sot, në fushën e fotografisë, ka mundësira të mëdha për të marrë pjesë për konkurse në aktivitete të ndryshme.
Natyrisht neve tani, duke marrë me fotografinë tonë, donim që t'i provonim dhe vetes se në çfarë stadi ishim në krahasim me fotografët e tjerë. Ishim apo nuk ishim, apo na duket ne se kur jemi në kuptimin e punës, jo për të ngurur, por për të vlerësuar atë domethënë që për të bërë më të mirë akoma. Dhe kjo ishte domethënë një përpjekje që të merrni pjesë në konkurse të ndryshme, të cilat janë bërë në zhanre për shembull të fotografisë makro, janë bërë në wildlife, janë bërë në street portrait, janë bërë në street color. Deri tani akoma nuk kemi filluar që të hapim edhe është futur në black and white. Unë akoma nuk kam filluar akoma që të... Çdo të thotë, është një zhanër i vështirë? Jo, nuk është zhanër i vështirë, po sa jo aty ku ne kërkojmë dhimbjen, aty duam edhe ngjyrën. Pse duam ngjyrën? Sepse fotografia bardhëzi është një fotografi e bukur që me dy ngjyra të bardhën dhe të zezë mund të realizosh diçka, por fotografia e bardhëzi nuk mund të japi dot atë ngjyrën e kuqe. Do ta them për shembull ngjyrën e kuqe të kuqen e onufrit, në fresket e kishave. Është ka ngelur, aty do ta kapësh, si e kuqja, si e shilja, si bluja. Kjo është. Pyetja e fundit për të dy, po e nis me Edën e më pas po përfundojmë bashkë Roland. Eda, çfarë do të mbes gjithnjë në mendje nga kjo paradë? Duar trokitit e njerëzve, emocionet e mëdhaja që më dhanë ata. Gjitha ajo kënaqësi. Ishte një dasëm e madhe për mua. Që ishin të ftuar njerëz të panjohur. Okej, Roland? Natyrisht neve na pëlqejnë të gjitha këto të jemi pjesë e kësaj shoqërie dhe të japim edhe ne atë kontributin tonë siç japim çdo ditë në punë. Unë këtu kam daluar jam akoma me veshjen time. Edhe ta japim edhe me art, sepse shqiptarët janë në të gjitha fushat janë lart, edhe në art. Ka shumë shqiptarë që merren në gjitha fushat e artit në Greqi, që janë të suksesshëm. Midis tyre edhe ne. Roland, ti merresh vetëm me fotografinë? Unë merrem me disa zhanre të artit, merrem edhe me skulpturën, merrem edhe me mozaikun, merrem edhe me kolazh, shkruaj tregime, opinione, ka disa edhe fotografinë. Jam kurioze, Roland, e dinin njerëzit përreth jush që ishit shqiptar? Asnjë. Askush nuk e dinte që ju ishit shqiptar kur ju fotografonin? Jo. E kuptoj. Pash një foto që më bëri përshtypje dhe për atë do t'ju pyes në fund fare, po të pyes ty Roland se kam përshtypjen edhe ty do ta ketë rrequr vëmendjen që është Eda me disa fëmijë me flamuj të Greqisë. U afruan vet, ishte ide e juaja apo kishte shumë njerëz që bën foto me Edën atë ditë? Do që ata fëmijët janë një pjesë e asaj festës që bëjnë këtu në Greqi. Prindrit për të vazhduar traditën i veshin fëmijët me veshjet e dikushme të revolucionit grek dhe i marrin dhe i veshin aty, që është një moment i bukur për çdo fëmijë të cilët kanë fotografitë në historinë e jetës tyre. Aty bën fotografi siç bëmë edhe ne para tankeve, bënin edhe fëmijët dhe ipnin edhe në për tanke dhe në për ato. Duke u ndodhur dhe ne u kryqëzuam bashkë njëri me tjetrin dhe ishte një kënaqësi që këta, sepse kemi bërë edhe një fotografi edhe me një ushtar të Greqisë së Lashme, atë veshjen me ushte dhe me mbrojtëse. E kuptoj. Ju falenderoj shumë të dyve. Ju përshëndes. Edhe ju uroj punë të bardhë dhe me sa më shumë suksese të tjera dhe të rreqe vëmendje në konotacion pozitiv. Faleminderit. Uroj dhe shpresoj. Uroj dhe shpresoj që po Eda. Faleminderit Roland. Ishte kënaqësi. Mirë, ne kemi mbritur në fund, por lejoni t'ju kujtoj që sot në mbrëmje në Escape Club keni Aurela Gaçin me spektaklin e saj unik dhe pak bileta kanë mbetur, ndaj unë po përfitoj t'ju kujtoj se ku mund t'i gjeni në topvizchannel.tv biletat online, teksa po ashtu mund t'i gjeni ato fizikisht në Top Channel në Kashar dhe në Arena Center. Bashkë do ndajemi këtu, ju pas pak do t'jeni me edicionin informativ. Bashkë mirupafshim.